Mikesha të faqes, unë ju përshëndes. Do ta bëj këtë videon për t'ju shpjeguar dy nga produktet tona bestseller dhe ndërkohë për t'ju bërë pak dallimin se çfarë të sheku dhe çfarë veshje anësore ne përfshim në kravatet tonë. Si fillim tek veshja anësore e kravatit, siç e shikoni, është e gjika siç e shihni këtu. Kjo është një veshje me trashësi të tillë, është në materialin e dope vatines, pra brenda përdoret nga 2-3 savatine të plota dhe mbajnë këtë lloj forme. Edhe kur ju i lani, mjafton që të bëni pak kujdes në larjen e tyre, pra mos i centrifugoni në xhiro të mëdha dhe mos i lani vetëm çdo të lart dhe mund të mbajnë këtë lloj forme. Janë melisa që lidhen dhe nuk rrezikon që të bien fëmijës në fytyrë dhe veshja përmban. Tyri me gjithë mekanizëm siç e shikoni këtu. 3 anësore. 2 të tilla, edhe kjo e gjata është një e gjitha në pjesën e mbrapme. Përfshihet kjo roleja që shikoni këtu për pjesën e përparme, e cila nga njëra anë nuk lejon që bebi të përplaset me drasën, por ndërkohë i jep edhe akses nënës për ta parë bebi. 2 aspekt dekorativ, një hënë edhe një re. Përfshihet ky tipi organi i holl. Ky organi që shikoni këtu, i cili ne shpeshherë përdorim edhe si shtresë për fushekun dhe gjithashtu pjesë e veshjes anësore është edhe çarçafi me lastik. Këtu. Zakonisht vjen i bardhë, po në varësi të ngjyrave mund të vijë edhe me ngjyrë. Një set i tillë anësore i cili bën për kravat 60 me 120 kushton në vlerën 40.000 lekë dhe kërkesa është falas. Nga eksperienca ime dhe nga feedbacku i nënave, meriton 90. Raporti cilësi me çmim është fantastik dhe produkti qëndron i tillë edhe pas shumë larjesh. Fantastike. Faleminderit.